Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar zyrtarisht rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit për qarkun e Lezhës. Në seancën publike të së premtes, KQZ miratoi tabelat përmbledhëse të rezultateve për subjektet zgjedhore dhe kandidatët në këtë qark, i cili përfaqësohet me 7 mandate në kuvend, ku Partia Demokratike ka dalë forcë e parë duke siguruar 4 mandate dhe Partia Socialiste 3 mandate. Deputetët e rinj që do të përfaqësojnë Lezhën, Kurbinin dhe Mirditën në kuvend janë Agron Xhekmarkaj, Elda Hoti, Xhinxhoni dhe Kastriot Piroli nga Partia Demokratike dhe Ulsi Manja, Ermal Pacaj dhe Admir Kadeli në Partinë Socialiste. Referuar tabelës së rezultateve, koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka marrë 33.623 vota, Lëvizja Bashk 429 vota, Lëvizja Dëu 71 vota, Partia Koalicioni Euroatlantik 1.779 vota, Partia Socialiste e Shqipërisë 33.552 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet 4.772 vota, Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare 79 vota, Partia Aleanca Demokracia e Re 15 vota, Koalicioni Djathtas për Zhvillim 92 vota, Partia Mundësia 937 vota dhe Partia Social-Demokrate 2104 vota. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të përmbyll procesin e certifikimit për të gjithë vendin në ditët në vijim, ndërsa rezultatet zyrtare do t'i dërgohen presidentit për nisjen e procedurave për konstituimin e legjislaturës së re, ku seanca e parë plenare pritet të mbahet në muajin shtator.